Subjektet politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit e nisin sot, 17 dhjetor, fushallën elektorale për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Edhe pse nis të mërkurën, partitë tashmë kanë mbajtur tubime me simpatizantë e kanë nisur të premtojnë miliarda. Në prezantim të programeve fillestare, në tubimet e para, partitë kanë nisur të premtojnë rritje të pagave e shpërndarje të qindra milionave euro. Subjekti që doli i parë në zgjedhjet e nëntëshkurtit, lëvizja vetëvendosje, tubimin e parë të madh dhe mbajtje të hënën në Prizren, ku i prezantoi kandidatët për deputet. Kryeministri në detyrë një herë kryetari i LVV-s Albin Kurti ka thënë se prioritet për 4 vjeçarin e ardhshëm do të jetë sërish siguria. E të martën LVV-ja së bashku me partnerët kanë mbajtur tubim në mbrëmje në sallën 1 tetor në kryeqytet. Lëvizja vetëvendosje si partia që ka qenë në pushtet deri tash ka premtuar 200 milion euro vetëm për pakun për përballje me inflacionin 2.0. Sipas këtij premtimi, pagaja do të përmbajë mbështetje të njëhershme për pensionistët, fëmijët që marrin shtesa, studentët dhe punëtorët e sektorit privat dhe rikthimin e skemës për subvencione në kursimet e energjisë, nga e cila përfitojnë mbi 200 familje.